fundmi, babai i një prej banorëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Selin Bollati, ka patur një bisedë me drejtuesen e emisionit. Ai, teksa po i përgjigjej pyetjeve nga moderatorja, theksoi se nuk do të fliste për Mirin, pasi ndjen e veri dhe mendimin që ka patur në fillim për të, do ta ketë deri në vdekje. Ndër të tjera, ai përmendi dhe Rogertin, ku i bëri thirrje e babait të banorit. Rogerti nuk e njoh dhe nuk kam dëgjuar ndonjëherë për të, po ju them që ajo mund të ketë thënë shumë gjëra, por jo diçka që nuk qëndron. Këtë gjën e burgut e kam sajuar unë. Me Rogertin se dia do më jepet mundësia për të folur apo jo. Me Rogertin nuk besoj se do të takohem, përmes jush i çoj fjalë babait të tij që ta shoh këtë punë sipas ligjeve dhe kanoneve, që kur e shan një vajzë mbi 2 herë, kjo ofenduar burrin, baban, dajat dhe gjithë familjen e vajzës, kaq kisha për këtë Rogertin unë. Rogerti ka deklaruar në shtëpi se tezja e Selini ka thënë që jati i banores ndodhet në burg, gjë që është hedhur poshtë nga Selin. I pyetur nga moderatorja nëse i shëndron ende deklaratave që kishte bërë më parë për Mirin, ai u shpreh se nuk është penduar për asgjë dhe se vazhdon të i qëndrojë fjalëve të tij. Unë në këto momente ndodhem si kokra e mollës, ashtu si ka thënë edhe vajza ime. Jam në Afrikën të Jugut. Unë jam shumë mirë dhe mund të bëjmë edhe një video call dhe shikoni sa mirë që jam. Për deklaratën që kam bërë për Mirin nuk jam pishman. Zero. Qëndroj fjalëve të mia deri në vdekje. Selin është njeri i besës dhe në asnjë moment nuk e nominoi Mirin derisa e pa si është e vërteta. Edhe për besën që i dha atij në fillim të programit, e ka mbajtur atë besë deri në fund, derisa e kuptoi që e ka keq përdorur këtë besë. Mos më bëni më pyetje për atë. E kam në veri, nuk dua të flas më dhe t'i jap vlera më atij. Unë jam shumë krenar për vajzën time, e kam mbretëresh, u shpreh babai Selin në një lidhje telefonike. Babai i Selin theksoi se pavarësisht gjithçkaje që po ndodh në këtë lojë, ai mbetet shumë krenar për vajzën e tij dhe e mbështet plotësisht. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.